Ja kur I kthehemi me zonjën Drita për të kaluar tek receta e dytë, byrekun e vendosëm në furrë siç e ndoqët për t'u pjekur, mbasi deri në fund do të kemi mundësi ta shijojmë, ta degustojmë. Tani do kalojmë tek receta që zonja Drita përdor për mëngjesin e familjes së saj. Një ndër ditët, Një nga dy, po mirë, një shembull. Pra, I poqëm specat, tham në furrë, ose për shpejtësi mund t'i pjekim edhe sipër te një vaptër. Po, I fut pasi u poqëm, pak, I fusim në një qese që me shpejtësi t'i hiqet edhe zbuten me avujt dhe cipa e dhe lëkura. Ledhin lëkurën, e hedhim këtu. Tani, marim tavën, tiganin, e ndezim, hedhim pak vaj ulliri. Do bëjmë ato pjesën mbushse ose argjin e tyre? Po, për këtë përdorim. Ne në fakt jemi 5 persona dhe marim 5 speca. Kjo varet pastaj sa persona jeni në familje për të marrë speca. Dhe sa speca do se cili? Speca, po. Po që ne tani jemi pak sa të rritur dhe po dhe kemi filluar që të mbajmë dhe pak një lloj regjimi. Sigurisht, kështu që kjo varet nëse një person do 2 speca, varet pastaj nga sasi e specave. Për këtë rast, për të bërë një mëngjes me speca dhe me gjis, përdoren specat jeshil, të cilët I poqëm në furrë me 200 gradë, gjis, pak qumësht, krip, vaj ulliri dhe pak pana ose kajmak. Ajo ajka që eqim më njanë kur zjem qumështin. Po. Atëherë specat pasi I qëruam, I ndajmë. Pra janë pjekur, I qëruam lëkurën dhe tani po I shtojmë tek tigani ku nuk do t'i lëmë të skuqem, por thjesht do të ngrohet vaj, sepse të shënë si ka më pas ka jo pjekja që I bëm në Tani nuk skuqen gjërat, vetëm I konsumojmë ose të zira, ose të pjekura me avull. Po, si që bëm. Mund të jemi me të dyja llojet e ngjyrave të specave. Unë jam mëngjarashe, kështu që e përdor dorën e majt, po e përdor aq shpejt sa që një lloj. Kur kam qenë e vogël, mami I mësuese, sa atëherë ishte turp që të shkruaje me dorën e majt, sot është bërë mod. Është mod dhe ka treguar një inteligjencë të lindur që unë të shkruaja me dorën e djathtë. Kështu që unë tani I përdor të dyja durët shumë. Nuk e ke patur ndonjëherë kompleks? Fare. I largojmë farat dhe një mënyrë më praktike kjo me gërshër, se sa... Ose mund t'i presim me fik. Po, është më praktike gërshëra, gjithmonë gërshërat e gatimit. E tham shpar, pra diskutuam dhe ndaluam tek divorci. Tani, sigurisht që bën shumë shpejto, dhe për personat që janë imigrantë që mos vinë në Shqipëri, akt marrëveshjet bën online, me nënshkrim elektronik, pra nuk duhen më 4 avokat, po një ndërmjetës I cili mund të përzidhet nga vetë personi, mund të jetë femër mashkull, dhe mund të përzidhet nga I qytet ku ju jetoni. Sigurisht, thash që 2 gjyqet bashkohen në një dhe akt marrëveshja është titull ekzekutiv. Do thotë është vendimi I gjykatës së apelit. Personat nuk vinë në gjykat, pra vetëm miratohet akt marrëveshja. Tani pasuria mes çiftit që divorcohet, është pasuria e vendosur pas kurorës, që ndahet në dysh? Jo, unë I këshilloj të rinj të cilët martohen të bëjnë një kontratë paramartesore për regjimin e pasurisë. Nëse kanë pasuri, nëse nuk kanë, atëherë çdo pasuri që lidhet në momentin e martesës, deri në momentin, pra deri në momentin kur lidhin martesën zyrtarisht në bashki, deri në momentin e divorcit, çdo pasuri e vendosur, kjo pasuri e vendosur, sipas regjimit martesor, kjo ndahet për gjysmë. Ndërsa pasuritë e tjera para kësaj date, kjo varet nga kontributi kush ka sjell të ardhura më shumë, sepse një familjare, për shembull bashortja mund të rinë në shtëpi por kujdeset për familjen, pra gatuan si është punë e papaguar në të njëjtën kohë. Në tek regjimi martesor, kjo ndahet, mund mos kesh kontribuar në para, po ke kontribuar në mënyra të ndryshme. Pra, ndahet në mënyrë të barabartë. Nëse çifti që vjen në ndërmjetësim dhe don të divorcohet, atëherë palët negocojnë, pra ne I ftojmë veçmas ose bashkarisht, varet si duan palët, pra nëse palët janë të acaruara fillim nuk vinë bashkarisht, ka disa palë që mund të vinë bashkarisht. Pra, gjatë kësaj kohe hodha dhe gjykën. Po e shohim edhe procesin ndërkohë, sepse nuk dalim dot nga profesioni. Besoj edhe në shtëpi e njëjta gjë ndodh zonja Drita? E sjell punën në shtëpi edhe kur gatuan, diskutohet me familjen rreth ndonjë çështje që ka ngelur në mendje gjatë ditës? Jo, sepse unë stresin e punës asnjëherë nuk e përcjell në shtëpi. Në shtëpi jemi të pestë,
kemi kaluar një ditë të ngjeshur ndofta të pestë, edhe kështu që nuk e përcjell, bisedojmë rreth çështjeve familjare. Degët tuaja, bashkëshortit çfarë? I madhi po, Ereniku është avokat dhe ndërmjetës i unë, Enkelidi punon tek Instituti i Statistikës, ndërsa Arpri punon tek doli student e i ekselencës nga Universiteti Mesdhetar dhe punon tek drejtoria e thesarit. Super, pra një familje realizuar me po mendoj po. Gjithë të mirat. Ndërsa bashkëshorti ka punuar tek gjimnazi Qemal Staf dhe tani ka dalë në pension. Që t'jem realiste, tani mëngjesin e gatuaj vetë, ndërsa dreka na gatuat nga bashkëshorti. Nga pensionisti juaj i familje. Ka një komë të lirë, ose dhe ndihmon bashkëshorten e ti. Atëre, udha dhe qumshi, pra një gotë qumësh. Na ka mbetur vetëm ajka ose pana që mund ta keni ose jo. Kripa hidhet sipas kripës që ka gjitha. Jo, zakonisht nënat familjare dhe gjyshet e kanë marrë një sasi se sa duhet për shumë për një person, kështu që hidhet me sy. Bëhet me sy çdo gjë. Sa më pak aq më mirë diskutohet. Në këtë rast përzihet në mënyrë të njëtrajtshme dhe hidhet shumë pak pana ose kajmak në mënyrë që ajo të japi, ta trashi pak dhe të japi një shije shumë të mirë. Edhe me çfarë shoqëroni juve këtë mëngjes, me bukë misri apo? Varet. Varet nga nëse është buka e ngrohtë, po. Duhet ta ulim pastaj në temperaturën dhe mëngjesi është i gatshëm. Ky mëngjes është shumë i shijshëm, sepse është dhe bio, me speca gjithë qumësh. A filluar tani edhe specat edhe. Ky mëngjesi është i gatshëm. Ja u sugjerojmë, shohim edhe një herë së bashku recetën e shkruar të recetës së specave me gjithë si solli zonja Drita. Do ta vendosim më pas, kemi kohë deri në fund të programit që të vi dhe Anila ta konsumojmë së bashku, ta pikturojmë tryezën përmes Anilës që do vi të gatuaj pas publicitetit, speca të mbushura me gjiz. 5 speca jeshil, 250 gram gjiz, 1 gotë qumësht, 100 ml pana, 3 lugë gjelle vaj ulliri dhe pak krip. Një mëngjes i shpejt, i thjesht dhe shumë i shishëm nga zonja Drita. Unë të falenderoj shumë. Faleminderit dhe juve, ne mbaruam dhe ato sqarimet, pra aktmarrveshja, thamë që për proceset e divorcit zgjidhet shumë shpejt, 1 deri në 30 ditë, palët mund mos vinë fare nëse janë jashtë, njerëzit pra që kam vendosur, nuk janë më bashkëshort, po janë prindër të mirë dhe kthehen aksioner të pasurisë së tyre. Që pas divorcit ata janë vërtet miq edhe në mirëritjen e fëmijëve për bashkëpunimin. Janë edukuar. Kemi filluar të jemi mungon, pra është mbyllur një dashuri, po kthehet një etap tjetër, partner të pasurisë dhe prindër të mirë për kujdesin e fëmijëve të tyre, sepse gjithë, nëse ato nuk shkojnë mirë, e gjithë kjo rëndon psikologjikisht ke fëmijët e tyre, të cilët mund të rriten me probleme dhe ato kur të bëhen prindër, ndofta sjellin dhe atë pasqyrën që kanë pas në familjen e tyre. Ju tha 6700 divorce, ne urojmë që të mos ketë divorce. Kjo nuk është shumë mirë për ju se ju doni punë. Por nëse keni, jo, nëse por që ku ka më mirë se sa një familje shëndetshme. Kur vin njerëz për të divorcuar, ne i themi që të kalojnë një terapi në çift pra ta provojnë. Por ka ndodhur në disa raste që kur palët vinë që ndajnë pasurinë dhe ulen aty, sepse në ndërmjetësim komunikimi është çelësi i zgjidhjeve dhe kur palët bisedojnë, na ka ndodhur në Durrës që palët janë bashkuar, pra gjatë komunikimit të tyre, po kanë arritur, kanë provuar që midis tyre mund të vazhdojë dhe një tjetër. Pra, ju po thoni që çifti ka shkuar për të divorcuar, po teksa kanë komunikuar për ndarjen e pasurisë apo për ta ridiskutuar dhe një herë se çfarë ka ndodhur, si do ndodhi pas marrëdhënies, po çifti është bashkuar bashkë. Pra, këtë ka ndërmjetësimi. Pra, jo vetëm zgjidh llojin e konfliktit, palët nga kurizi kthen përballë, është një zgjidhje shumë e shpejtë, për shembull tek çështja e pronave është shumë e lartë se një akt marrëveshje, pra një kontratë notariale, është një akt marrëveshje me ndërmjetësim, e cila regjistrohet direkt në hipotekë. Në marrëdhëniet e punës janë marrëdhënie shumë të shpejta midis punëdhënësit dhe punëmarrësit, por dhe çështjet penale tek në një 59284 në kodin e procedurës civile. Pra, janë zgjidhje të shpejta, është titull ekzekutiv dhe ekzekutohet me një herë. Ndryshe nga dyert e gjykatave që i vonojnë për shkak të ngarkesës. Për konfliktet shumë të thjeshta, për konflikte familjare, pronësore, të kontaktojnë ndërmjetësin që kanë në qytetin e tyre.
ndërmjetësi mund ta gjejnë tek webi i Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve, mund ta gjejnë te Ministria e Drejtësisë, në bashki dhe në çdo gjykat, biles ne kemi dërguar listat e ndërmjetësve në vendet ku nuk ka gjykat. Bukur. Unë të falenderoj shumë, të uroj shumë suksese, edhe mbarësi dhe shëndet në familjen tuaj. Falenderit për gjitha informacionet. Jo vetëm për një gatim të shpejt, por dham dhe disa këshilla në lidhje me profesionin. Pensionistët dhe studentët e kanë shërbimin falas. Të ndërmjetësi, duhet të theksuar dhe kjo pjesë. Falenderoj shumë edhe një herë. Edhe unë ju falenderoj. Ne së bashku me zonjë Indre do të kalojmë në publicitet, do të rikthehemi dhe në këndim të gatimit patjetër do shijojmë diçka, por do të mirpresim edhe Anila Hetojën, mikeshën tonë të emisionit për të gatuar 2 receta të tjera. Ju presim.